Berisha ka një shqetësim aktual shumë të rëndësishëm për cilin opozita nuk po flet. 2 ditë më parë është përfshirë nga flakët një pallat i ri, 10 banor kanë mbetur jashtë dhe dyshohet sigurisht për cilësinë jashtëzakonisht të dobët të ndërtimeve dhe nuk preken vetëm ata 10 banor që janë jetojnë atë pallat, por vihet në dyshim cilësia e 10 ndërtimeve apo qindra ndërtimeve. Absolutisht keni shumë të drejtë. Keni shumë të drejtë. Është një çështje thelbësore. Pallati i Kuq është pallati Rama Veliaj. Halis Lena është kompani e tyre. Armando Lila që janë mbathi dhe që Edi Rama e mo u bë avokati ti, shikoni që bënë qeset e parave. Ndërtuesi tha dje, mori përsi për ndërtimin, ndorëse u faktua mëna dëmëtorve, se nuk ishte faj ndërtimit. Fasada u dojë, sikur t'ishte me kasht dhe jo beton, sepse i tillë ishte materiali për të cilin ishte një ekspertizë 2 vite më parë, që është material i djegshëm dhe që ishte dërguar dhe në prokurori. Po këtu janë në unison së bashku, sepse ai pallat është ndërtuar jashtë të gjitha kondicioneve urbanistike, ju e pat vetë, keni qenë atje, zjarfiksi nuk futej dot. Fati madh që shpëtuan jetët e njerëzve, që edhe mund të humbisnin, po ai ishte një zjarr i paralajmëruar. Tani i them Ramës unë, i them Edi Ramës, avokatit Armando Lilos. Po në qoftë se Armando Lilo pra nuk ishte faj, atë pse janë mbathi Armando Lilo, zotri? Na thuj pak, pse janë mbathi, pse iku? Pse iku nga drejtësia, be që ti e nxjerr pa fajshëm? Është Rama i fajshëm, është Elion Velia i fajshëm, janë këta të cilët kanë shkatruar me betonizimin e Tiranës dhe janë plotësisht dakord me ty, absolutisht raste analoge ekzistojnë sot në çdo blok. Edhe pallatin Paj. Pallatin Paj nuk është me materiale inflamabile, po pallatin Paj ka zënë sheshin e pallateve. Dhe në qoftë se aty bie zjarr në pallate, s'kan ku futet zjarfiksja, se del pallati i Ramës, del pallatin Paj i Linda Ramës. Pra janë të gjitha këto shkelmime të kondicioneve urbanistike. Zoti Berisha, ditën e djeshme GJKK ka vendosur që të thrasë si dëshmitar, si një nga dëshmitarët në çështjen ku ju jeni person nën hetim edhe kryeministin Rama. Keni një koment? Është kërkuar me kohë thirrja e Edi Ramës, mbasi në atë dosje Edi Rama ka mbi 12 firma, o 10 firma, se që tash do të gjajti numroj. Prej tyre, në shkelje flagrante të ligjeve dhe i ndërshkuar nga gjykata për to, dhe prokuroria mercenarët e Ramës nuk e thirrë njëherë kur ne kërkuam.